من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falendrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, në hutbën e kaluar folëm për një shenjë prej shenjave të pranimit të ibadeteve, sepse pranimin ose kabullin në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka lënë të fshehur. Ne nuk e dina saktësisht kujt i bëhet kabull dhe kujt nuk i bëhet kabull. Ndërsa te popujt e lashtë, domethënë çyshte fëmijët e Ademit alayhis salam, pastaj edhe te Beni Israilet, ka qenë që kur kanë dhënë preni kurban ose kur e kanë dhënë një sadaka, e kanë lënë në një vend dhe një zjarr nga qielli e ka marrë ata ose e ka djeg. Ajo ka qenë shenjë se është pranuar. Nëse s'është prek ajo kurbani ose sadakaja, ajo ka qenë një shenjë, ai kanë ditë njerëzit se kujt i bëhet kabull dhe kujt nuk i bëhet kabull. Edhe djemve të Ademit alayhis salam, njënit, domethënë Habilit i pranohet kurbani, ndërsa vllait të tij Kabilit nuk i pranohet dhe kështu hin zilia. Më thonë, hinë zilia, se plus më thonë e kam shpjeguar se si ka ndodhur dhe pastaj Kabili e vret vllajën e tij. Në umetin ton, në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pranimi është një çështje e gajbit. Ne nuk e dimë. Mirë po, ka disa shenja të cilat, domethënë mund të thuhet se janë domethënë hipotetike, nuk janë normal ato shenja, nuk janë definitive të preme, sikur me të kallëzu, sikur ditën e Kiametit kur ta shohim se kujt janë bë kabull veprat e kujt jo. Mirë po ka disa shenja të cilat tregojnë se, domethënë, gjasat për mu bë kabull veprat tona janë shumë të mëdha. Për atyre shenjave është mas një punës mirë me vazhdu me punë të mira. Mas Ramazanit njeri e vazhdon ibadetin, nuk i le krejt, e le agjerimin, e le Kur'anin, e le dhikrin, e le disa dhe namazin e le. Nëse ndodh kështu, kjo është shenjë e keqe. Nëse njeri përmirësohet, atëherë kjo është shenjë e mirë. Kjo, domethënë, shenja e para është me vazhdu me punë të mira, mas një veprës të mirë. Dhe për këtë kemi folë. Sot do të flas një shenjë tjetër që tregon se njeri është në rrugë të mbarë. Është mu gëzu me punët e mira, të cilat kanë me të gëzu edhe në ahiret. Për arsye se njerëzit zakonisht gëzohen, për shembull dikush punësohet. Gëzohet, normal është. Nuk është kur gjë të keqe s'ka këtu. Dikush për shembull i hip rroga, gëzohet. Dikush e kryen fakultetin ose e kryen masterin ose studimet postdiplomike, gëzohet, normal është më gëzu. Dikush për shembull martohet, dikush ka fëmijë, Zoti jep. Këto janë që mirë, po dikush nëse gëzohet vetëm për punët e dunjas, kjo nuk është mirë. Se gëzimi i vërtet që buron nga imani duhet me qenë kur njeri e bën një punë të mirë. Për shembull, e ki falë xhuman sot. Duhet me thonë elhamdulillah. E ke lexuar surën Kahf, që nuk është obligim, është sunet, ama ke arrit me bën një punë të mirë. Dhe kjo ta jep një gëzim në zemër. Këtë e ka veç besimtari. Gëzimi për punë të mira është shenjë se Allahu është i pranu veprat prej teje. Jo gëzimi veç për ndonjë. Ajo është e natyrshme, ajo gjanat e dunjas që i mrim. Është e natyrshme, nuk është mëkat njeri mu gëzu për gjanat e dunjas. Mirë po, nuk ban që veç për dunja mu gëzu, se ne nuk jetojmë veç për dunja. Jeta e vërtet është jeta e ahiretit. Jeta e vërtet, jeta e plot, e përsosur, jeta e pafund, jeta, domethënë, është jeta e ahiretit. Edhe ti duhet mu gëzu kur e bën një punë të mirë, kur e dëgjon një, bile edhe kur e dëgjon se dikush e ka bën një punë të mirë, duhet mu gëzu. E çeket, domethënë, duhet njeri me pas dije pak, me ditë, pse çka? Pse qenë ka aq e rëndësishme? Për arsye se ki gëzim ka me të gëzu në ahiret.
Që ki gëzim nuk nalet, ka me të gëzu edhe në ahiret. Për qatë, ke lexu Kur'an, gëzo, është udhëzu dikush, gëzo, e ke marrë vesh një mesele, gëzo. Më thonë, ke bo dhikër, sot dhikrin e sabahit, e ke bo, gëzo, e ke bo dhikrin e më, gëzo, i ke ndihmu dikujt, dhe elhamdulillah, po sa njerës ka që nuk din miran se ishte Allahut, sa njerës ka që se prekin Kur'anin, sa njerës ka që s'din me ndihmu, s'kanat ndjenjen e njerëzillëkut me ndihmu një fukara, ti e kije, ti dush mu gëzu. Nëse të gëzon e mira, dhe të shqetëson dhe të mërzit e keqja, e që është besimtar, ka thonë për janësam. Nëse puna e mirë të gëzon, puna e keqja të mërzit, që këqyre, ne jemi njerët, ne mujna me vëgabime, edhe besimtari mundet me bëna i punë të keqë. Mira ma, ndryshe e përjeton besimtari në zemrën e ti gjunahin, ndryshe e përjeton ai i cili zemra e ti është, dhe me thonë, e blokuar. Është pandjenja, nuk heton kur gjo. Nëse e shohim historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografinë e tij edhe të sahabeve, e vërejmë të ata, do me thonë një gëzim, i cili sikur se ka qenë një gëzim veç për punë të mira. Omeri radiallahu anhu e çon i thënë arabisht kharraj, do me thonë tek se fjala rrjedh edhe fjala harac. Harac është, do me thonë, në konotacion negativ të ne përdor. Harac, kur i merr dikuj me zorë, sa i di unë e qështu. Harac, ama arabisht është harac, e kanë qu njerin, kryetari muslimane, e ka qu me mbledh zekatin më një vend. E ka qu Omeri radiallahu anhu e qon njonin në Irak. Edhe kur vjen ai haraxhi, do me thonë, faktikisht, do me thonë, me drejtësi është boja. Zekatin, përqindja e zekatit. Edhe i thot, edhe i shef një numër të madh deveve. Deve që kanë dhonë njerëzi, hajvanat, lopë, deve. Edhe një punëtori i Omerit radiallahu anhu, ja përmend ajetin kuranor, ajetin 58 të surës Yunus, Omerit radiallahu anhu, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu." Kur i shef gjithë ato deva i punëtori i Omerit radiallahu anhu, ja lexon çka ajet Omerit, i cili do me thonë: "Thuaj me dhuntit e Zotit dhe me mëshirën e tij, me këtë le të gëzohen besimtar." Omeri radiallahu anhu thot: "Gabim e kije. Nuk është kjo ajo për cilën ne duhet mu gëzu. Ne duhet mu gëzu me udhëzimin, me Kur'anin, me ibadetin, me Islamin." Enesi radiallahu anhu të regon, thot, erdh një njeri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja boni një pyetje. I tha: "O i dërguari i Allahut, kur ka me ndodh kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Çka ke përgatiti për atë ditë?" Tha: "Unë shumë s'kam përgatit, veç e dini sen. Se unë e du Allahun edhe e du pejgamberin." Tha pejgamberi sa: "Ki me qenë me atë të cilin e do. Ti ki me konë në botën tjetër me qatë që e ki dasht." Thot Enesi radiallahu anhu, thot nuk jena gëzu me diçka mas Islamit, se sa me qëkëtë fjallë. Kjo konë diçka që mas shumë tina ka gëzu. Sa të e ka ndosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ubej ibn Ka'bi, është një prej shokëve të pejgamberit që e ka lexuar shumë mirë Kur'anin. Një ditë vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O Ubej, Allahu ka thënë me ta lexu surën Bejjine. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina." Kjo surja Bejjine është në xhuzin e fundit. Edhe thot Ubej radiallahu anhu: "Ja Rasulullah, am ka përmend me emër Allah? Dhe me lexoja surën Bejjine Ubej ibn Ka'bit?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot po, ka përmend me emër. Edhe fillon me qajt Ubej. Qatë shumë qanë për gëzimit. Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka përmend emër. Ka qenë një kojshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jahudi. Ismuhet fëmia edhe shkon me vizitu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e viziton e shef alametet e vdekjes, se zakonisht duket njeri kur është pak para vdekjes, e shef që s'ka më shpresë, edhe pse të njerë mundet edhe mu shëru. Edhe i thot pejgamberi sa ati djalit të ri,
i thot, thuje shahadetin, edhe ai kthehet ka baba i vet, me aty këto jahudian. Ai baba i vet thot, ngoje Ebu Kasimin, Ebul Qasim, dëgjoj ata. Edhe e thot shahadetin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fytyrën e tij thon sahabët e pam një gëzim shumë të madh. U gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë. U gëzu. Fa elhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Falëndrimi i takon Allahut i cili e shpëtoi nga xhehenemi. Një gëzim i papërshkruar. Një gëzim i pa. Kjo, të nderuar vëllezër, kjo vjen pi imanit. Prandaj secili prej nesh çka duhet me vetë? Duhet m'ia bëni pyetje vetes. Sa gëzohesh kur e bën një punë të mirë? Ha? Sa qesh fytyra kur nalesh me thon elhamdulillah sot e kum fal sabajin me xhamat. Elhamdulillah sot kam lexu Kur'an, e kum lexu një pjesë të Kur'anit. Elhamdulillah sot kam ndihmu, elhamdulillah sot jam rujt, kjo duhet me na, kjo është gëzimi i vërtet. Kjo është gëzimi i vërtet. Ebu Hurajra ka shumë raste interesant. Po ne i marrim shembulltir ata muslimanët e parë se kanë qenë njerëzit më të mirë. Ka shumë raste, për shembull Ebu Hurajra radiallahu anhu. Ka pas shumë problem se e ka ftu nanën e vet ta pranoj Islam. Kjo ka qenë musliman, ndërsa nana e vet ka qenë mushrike. Edhe kjo kur i ka thonë ta pranoj Islamin, ajo i ka fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka hangër në shpirt, do me thonë kjo çështje. Edhe shkon te pejgamberi sa thotë ja Rasulullah, a be nona ime se pranon Islamin. Se pranon Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën një dua. E bën një dua që nona e tij ta pranojë Islamin. Edhe derisa ki vjen prej te nona e vet, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën duan, ki tu kthit te dera kur shkon, thot dera mshel. Edhe më tha nona vet, ka dale Ebu Hurajra mos u gut se jam të bë gusull, se kur e pranon Islami, njeri ban gusull. Thot hina, prita një 5 minuta, hina, thot nana ime më dha shahadetin. Edhe fillon me qa Ebu Hurajra radiallahu anhu. Fillon me qajt, pikëzimit madh. Sa prej nesh për shembull nëse ja nis mi u fal baba ose nana ose për shembull dini prind, sa prej nesh nëse ja nis mi i fal namazet djali i tij ose vajza e tij gëzohet. Kjo është gëzim i madh. Që kjo është gëzim i vërtet. Se ky gëzim nuk nalet kuniher. A gëzimet tjera të kësaj dunjoje i shijon, i përjeton dhe përfundojnë. Prandaj të nderuar vëllezër, le të na gëzojnë punët e mira. Dhe le të na brengosin dhe të na mërzisin punët e këqija. Sepse që kjo është një shenjë e kjo normal mrihet. Nëse shef dikush që s'ka ku një farë ndjenja, s'ka për pse e ban një punë të mirë, ose pse ndëgjon për një punë të mirë. Se dikush për shembull ndëgjon për një punë tjetër, sahabët, pejgamberi sa edhe kur kanë ndëgjuar për dikant që e ka bën një punë të mirë, do thonë e ka mbush me gëzim dhe lumturi kjo çështje. Edhe neve, kur ndëgjojmë për dikant, mashallah, filani ka bë kështu, e ka ndërtuar një xhami tjetri, në më thonë shudhzue, lexon Kur'anin, e ka dalë një hafëziri që tash elhamdulillah që shkupi, në më thonë i ka këto karakteristika që për ditë ndëgjojmë se dikush prej fëmijëve, prej trive, po e mësojnë Kur'anin, kjo duhet me të gëzum. Kjo duhet me na gëzum. Elhamdulillah xhamiat po mbushen, kjo duhet me na gëzum. Jo me qenë diçka, do të them pse? Se kjo është një shenjë fuqishme se kandili ose të themi zjarri i imanit është i ndezur në zemrat tona. Allahu azza wa jall na gëzof në dunjë dhe në ahiret. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.